Mbaj qëndrim. Se na zeza ti ka thënë se shkove nga Gimbo dhe ju ule ke Rogerti, ku ti ka thënë të na zezat, më i motër mbaj qëndrim, po mbaj qëndrim, më e dashur. Ti mbaj qëndrim, se ti ke ullur me Gimbi dhe shkove ule te Rogerti, me Rogerti mbaj qëndrim, po mbaj qëndrim, atë është Rogerti. Atëherë për gjithë ata që nuk e panë këtë moment, sa po ndodhi, pra është një moment kur Brikena dhe Selin debatojnë shumë shpejt. Pse? Sepse Brikena pa që Selin ishte ullur me Rogertin dhe po bisedonte. Mirë po, këtu 100% ka drejt Brikena që i kërkon Selinës që të mbaj qëndrim, të paktën ndaj Rogertit dhe Mirit. Gjë që Selina nuk e bën dot, nuk mban dot qëndrime, sepse Selin shikon vetëm lojën e saj dhe thot, shiko, ku t'jet muhabeti, ku t'jet prajmi, aty do shkoj. Nga ana tjetër, Selin kishte shkuar aty duke biseduar me Rogertin për të futur në sherr Rogertin me Mirin dhe e nisi për të futur në sherr këto dy dhe e bitisi duke hyrë në sherr vet me Brikenën. Tani Brikena ka shumë të drejtë që i kërkon me mbaj qëndrim, po Brikena nuk di një gjë, që Selin ka disa ditë që po tenton të afrohet dhe të bëj debat apo bisedë me Rogertin. Ndoshta e ndjen që Rogerti është një nga ato lojtarët me cilët duhet kesh një debat hapur, sepse ke, po them, të prajmin e sigurum. Edhe Miri është po ashtu një nga ato lojtarët që duhet kesh një debat hapur, sepse ke prajmin e sigurum. Dhe këtë Selin e di shumë mirë, sepse e ka jetuar 60 ditë këtë situatë, nuk është aq e pa informuar. Nga ana tjetër, Brikena nuk di një gjë tjetër, që Selin gjithsesi po tenton të mbajë një dritare hap me grupin e Rogertit dhe të Mirit, sepse ajo shikon që grupi i saj është shumë grupi brisht, pra grupi i cili nuk preston që të rri shumë gjatë, pra nuk premton të rri gjatë në shtëpi. Njëri do t'i dalë pas nesër, pastaj do dalin me radhë, edhe Gimbo, edhe Greta, edhe Shëndriti, pra do dalin shumë shpejt nga shtëpia. Dhe këtë Selin e di shumë mirë, sepse nuk është lojtare e pasgjuar, e nuhat situatën. Pra, kjo është situata. Mirë po, Brikena me të drejtë, me të shumë të drejtë, pra me të drejtën e një lojtare që është, si tush, çik më e fokusuar, pak më me këmbë tokë, pak më si tush, më drejt për drejt, i thotë që duhet të mbaj qëndrim. Mirë po, është shumë vështirë të mbaj qëndrim në shtëpi, sidomos nga persona që i ndryshojnë mendimet nga mjesi në drekë dhe nga dreka në darkë. Shumë vështirë.